Apo ti premtu që këtë radhë, realisht gjatë javës kaluar, do të pritet dhe largimi i pezullimit lejes për ministrisë, pra për me i largu edhe mbeturinat vëllimore inerte. Por, sot po e përfundoshe verifikimin, tonë të kemi Petritin për këto tjerat. Edhe flasim, pra për gjendjen e mbeturinave. Edhe këto duket pra që janë pastrua, apo jo? Apo si që ndrojnë? Po artë, se këtu nëse keni mujtë, nëse mund të shkelqe me marrë kamerën edhe t'ju tregujmë qytetarëve se kjo pjesa këtu artë ka qenë e stërë mbushur me mbeturina inerte, do të thot ka pas banjën e kanë qitë komplet kuzhinën bashkë në qëtë pjesë ku jam unë e këtu, edhe po pra, kjo është puna e Petrit Reqicës, po e lavdojmë tash pak. I ka pastru, po vlen me u cek që jo në krejt lagjet është pastru Prishtina, po unë i kam shkru edhe në Facebook nëse muj me e qitë që të kamera, apo shijet, edhe ja bëj edhe disa lagje ishin ende pa pastru, edhe Petriti thot në proces e si për jemi edhe unë ja kum këthy me shaka pak se t'kena lodh të thirë. Po pune kemi edhe po pra, këta punojnë për neve, për popullin punojnë, duhet me i pastru këto gjana, edhe pse nuk është ndoshta në pamjen ma të bukur të mundshme se ka ende bërlog, po këto duhet mu vedisu prap qytetarët, e më parë ke edhe një vajzë arta tjetër ku hezitoj ke me hullë mbeturinat se mendoj ke që po del në transmitim ama u